Neza, tani ky është mesazh, nuk është video promocionale, nuk është marketing, harrojeni. Unë kam aksesuar syrin kur kam qenë 12 vjeç. Edhe prindrit e mi e dinë, e familja ime e dinë se çka kam heq, çka kena heq rrugëve të botës me letra, pa letra, me mundësi ekonomike, pa mundësi ekonomike, për me bëu operacion të syrit. Tash pas kaq vitesh, ndjehem jo mrekullueshëm, po super mrekullueshëm që vi te doktor Kastriot Borici te klinika europiane e syve, European Eye Clinic, në mes komunës Parisit, në Tiranë, nuk ke nevojë me hikas kërkun jashtë shtetit, sepse edhe kur shkon në Itali të thonë çfarë do këtu? Ti e ke Kastriot, më thonë, ke Kastriot Borici në Tiranë, çfarë do këtu? Ju lutem keni parasysh, nuk është mesazh promocional, është e vërteta ime, është domethënë nga shpirti im, ju a thënë, është nga ditët më të bukura të jetës time, që u futan sa të operacionit me doktorin, doktor nuk e di çfarë. Nuk e di çfarë. Faleminderit shumë për gjitha. Faleminderit. Unë mendoj këtë, do të them vetëm një gjë shkurtër. Për ata që ju njohin vetëm nga ekrani, duhet të kenë shansi të njohin nga afër. Nga ekrani jeni mirë, nga afër jeni tre fishmime. Faleminderit. Se ne që kemi njohur stafi e dikte. Shumë faleminderit. Faleminderit.